Pëllum Kulla ka sjell në skenën e teatrit Byllys mbrëmjen e së mërkurës Magjinë e skenës fjerake, një shfaqje që u ka rikujtuar spektatorëve madhështinë e artit skenik shqiptar, përmes emrave emblematik që kanë shkruar historinë e këtij teatri. Loja mjeshtërore e aktorëve fjerak si Astrid Hasani, Klajdi Marku, Miola Sitaj e të tjerë, këngët, vallet, por dhe dedikimi për artistët e larguar nga jeta, e kanë bërë këtë mbrëmje të paharrueshme. Fenomenet negative të pas viteve 90 në vendin ton u goditen nga satira therse e Pëllum Kullës, ndërsa nuk kanë munguar dhe mesazhet për politikanët. Nevoja e teatrit, nevoja e humorit, nevoja e lëvizjes artistike edhe si thua mësymjes të talenteve që të vinë rreth kësaj skene është e domosdoshme. Edhe njerëzit tani një diçka të kenë, një shkëndij të kenë, ja mbathin për Tiranë, edhe mundohen të kapen për gjitha gjërat e ato organizimet që ka vetë Tirana me kanale televizive dhe me organizma të ndryshme. Kështu që është e domosdoshme. I emocionuar dhe me lot në sy aktori mirënjohur fjerak Luftar Paja ka pohuar se Pëllum Kulla vijon të mbetet një shkollë e vërtetë e artit shqiptar dhe fat për fjerin. Në këtë teatr kam shkrirë gjithë rinin time bashkë me shokët, me mundime kuptohet që artistët si gjithë njerëzit kanë baticat dhe zbaticat e tyre në familje, apo në jetën shëndetësore kur I thonë, dhe mendoj se kemi përballuar me shumë sukses. E kemi thënë shpesh herë që Pëllum Kulla gjeti shtratin këtu, por edhe ne gjetëm Pëllum Kullën mar e Asbergut ose një margaritar. E prita me kënaqësi ftesën, ka thënë udhëheqësi ekzekutiv I shfaqjes Leonard Bombaj, dhe kjo është një shfaqje nga e cila ka mësuar shumë. Sa I përket shfaqjes që neve sapo mbaruam, më duhet të them që provat kanë filluar në shtëpinë e Pëllum Kullës dhe kjo tregon se çfarë lloj këmbgulje përveç talentit kërkon arti në Shqipëri, ku terreni është shumë I vështirë. Dhe mua më është dashur, duhet të them që nga kjo shfaqje kam dalë me një eksperiencë krejt të re, I kam bërë të gjitha gjërat. Le të them çfarë bën një vajzë në shtëpi ose një fëmijë në shtëpi që I bën të tëra gjërat. Kështu që pak a shumë kam qenë muskujt fizik të Pëllum Kullës në këtë shfaqje. Jam shumë I kënaqur që në Fier neve më duhet ta them këtë. Shumë entuziazmi erdhi këtej nga skena dhe më shumë pritet akoma nga spektatorët që të jenë dhe ta mbushin sallën. Në udhëheqjen artistike të Gëzim Kames, publiku artdashës fjerak përjetoi një natë të paharrueshme përmes një ansambli të tërë artistik që risolli memorien e një periudhe të art teatrore me Pëllum Kullën në krye.